Përfaqësues të 10 vendbanimeve protestuan në vendin e quajtur Bunari Seferit, duke kundërshtuar, siç thonë ata, ndërtimin e një deponie të përkohshme në një lokacion në afërsi të fshatrave Reshtan dhe Trapçindoll. Banorët kërkojnë sqarime nga komuna e Kërçovës lidhur me punimet që po zhvillohen në teren. Ata paralajmëruan se nëse nuk marrin përgjigje të qarta nga autoritetet komunale, do të vazhdojnë me protesta të përditshme dhe nuk do të lejojnë ndërtimin e deponisë së përkohshme në këtë lokacion. Ne banorët e këtij rajoni nuk pajtohemi me deponinë që duan na e sjellin këto, jo si vetëm si kryetari i pasisë lokale, por çdo kryetari i pasisë lokale kam mbledhur në shkrimë edhe vulat e fshatrave tjerë të rajonit të Kërçovës. Kjo ç'a bëhet, unë sa që e di se nuk është në rregull në një vend banues të bëhet një deponi, unë e di se kanë nën për këtë rregull. Po, prandaj kjo është revolta e banorëve që janë grumbulluar këtu, edhe presim edhe të tjerë të na bashkohen, që kjo nuk flitet vetëm këtë si vjet, por edhe me vite bisedohet për këtë çështje. Çdo herë kanë dalë banorët për ta ndaluar, po edhe si vjet do ta ndalojë. Po normal, nuk është e arsyeshme të bëhet një deponi afër varrezave, e në ambient edhe plus është vend i banuar. Kjo me çfarë arsye se si e kanë marrë këtë vendim shteti, kjo do të çurtet më të tjerë. Këtu janë edhe varrezat e reja. A cilat fshatra afrim janë këtu që u kanë dhënë mbështetje? Trapçindoll, Llapkindoll, Crvivci, Gorno Pashino, Dolno Pashino, znači cijel grad e zasegnat sa ova visoka deponija što sad pretovarna stanica da naprat. Sето će vidjeti ovo zagadeno, jedinstven sliv Vokićevo, što je čist, od padinije na Bistra, je ovaj dolo točno ovde kaj što slagat. Ovo je apsurd da vidjet deponija ili pretovarna stanica, bez razlika. Plus se tuka muslimanskите grobišta, селата ни се много близо, градот е много близо. Ова ќе видите катастрофа за сите жители. И онака сме сите од канцер болни, уште ова ни фали тоа. До крај против и до крај остануваме со жив штит овде вака. Не мрдаме. Багер нема теорија, џубре нема теорија да се донесе овде. Жив штит до последен ќе станиме овде. A godina, 2, 3, 5 nemame problem. Kundërshtim ndaj kësaj kanë shprehur edhe nga Myftinia e Kërçovës, pasi lokacioni në fjalë për deponinë e përkohshme ndodhet në afërsi të varrezave myslimane të qytetit. Atëherë, përshëndetje për televizionin Uskana, gjendemi bashkë këtu si përfaqësues Myftinisë Kërçovës bashkë me banorët e këtyre fshatrave përreth. Në ditën e sotme kemi parë një ekskavator të madh në hyrje të rrugës që të shpije për tek varrezat e qytetit, varrezat e muslimanëve të Myftinisë Kërçovës, dhe ne si Myftini dënojmë çdo punim dhe çdo akt që mund të merret në të ardhmen, për arsye se varrezat janë dhe do të mbeten vendprehje të parëve të anë, dhe çdo cënim i pushimit të tyre në vendet ku ata pushojnë cënon edhe dinjitetin ton, edhe integritetin ton dhe gjithsesi se mbajmë përgjegjësi për të. Myftinia e Kërçovës është dhe do të vazhdojë të jetë kundër çfarëdo lloj punimi për skaj varrezave, për arsye se varrezat gjithmonë vizitohen nga të afërmit e atyre që kanë ndruar jetë dhe mbeten dhe vazhdojnë të mbeten modeli mirëmbajtjes, i kultivimit tyre dhe i pastërtisë. Dhe asesi nuk lejojmë që në afërsi të tyre të sjellen mbeturinat apo të bëhet ndonjë projekt tjetër i cili do të dëmtonte edhe ambientin, edhe infrastrukturën rrugore që realisht e kuptoa se është shtruar me vetë iniciativë të besimtarëve të kësaj ane dhe do të prishte edhe ambientin e vendprehjes parëve tanë. Lidhur me këtë çështje, i pyetur nga televizioni Uskana, drejtori i ndërmarrjes publike komunale Skërçov, Bojan Stojkovski, në përgjigjen me shkrim nuk dha sqarim konkret, por theksoi se ndërmarrja publike vazhdimisht punon për përmirësimin e shërbimeve komunale dhe zgjidhjen e problemeve në teren. Si ndërmarrje publike mbetemi të përkushtuar ndaj veprimit në kohë, punës në teren dhe ofrimit të shërbimeve në përputhje me nevojat e qytetarëve dhe planet e komunës së Kërçovës.
Sa i përket revoltës së shprehur nga një pjesë e banorëve, duam të theksojmë se deri në këtë moment ndërmarrja publike komunale nuk ka pranuar asnjë njoftim zyrtar apo vrejtje dhe kërkesa të dorëzuara formalisht që lidhen me ndonjë problem konkret në teren apo me ndonjë aktivitet të lidhur me rastin konkret, deklaroi Stojkovski. Ai shtoi se ndërmarrja publike komunale Skrçov mbetet e hapur për bashkëpunim dhe komunikim me të gjithë qytetarët.